Vuani nga diabeti, ja sekreti si ta ulni sheqerin në gjak. Simptomat e sheqerit të lartë në gjak janë urinimi shpesh gjatë natës, etje, humbje peshe shpejt, kruajtje, plagët që janë ngadalësuar edhe në shërim, vizion të paqartë, lodhje e të tjera. E gjitha kjo çon në probleme shëndetësore siç mund të jetë edhe dëmtimi i shëndetit tuaj. Prandaj, sipas Healthy Food Eating, do të rendisim një mënyrë natyrale e cila do ju ndihmojë në menaxhimin e luhatjeve derisa të merrni edhe një zgjidhje më të mirë nga mjeku juaj. Pastroni një vezë nga lëkura dhe hapni disa vrima në të. E vendosni në një tas dhe hidheni mbi të uthullmulle. E lini vezën e zjerë të qëndrojë ashtu gjatë gjithë natës. Në mëngjes hani vetëm vezën dhe evitoni uthullën që mbetet në enjë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të promovuar një menaxhim më të mirë të luhatjeve. Pavarësisht e efekteve pozitive, është shumë e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj në rast se merrni medikamente të caktuara për trajtimin e problemeve.